kena gjut 3 prella, 2 i kumru, edhe erdh ai udhëheci i qasaj njësie, edhe po më tregon, tha, një tankë se kena prish, se janë ardhur 6, 3 janë nalë atë, me fillim, e 3 janë në gjitë, pe atyjet ku kanë mri, i bjen mes fshatit Mihaliq dhe fshatit Bequk. I ka aty dykun në 1500 metra, 2000 metra, që janë shku ato 3. Edhe tash neve i kishme veç edhe 2 prella të mërtajës. Njana nuk bani, edhe pse e therri Gjelbana, po nuk bani, nuk aktivizua, nërsa prella tjetër për fatkeq nuk e qëllu. Edhe në momentin kur kjo nuk ka qëllu, sikur kur e kuptuan që jena met pa to. Ne ka shkel kanalin, ka dalë nalt, është shkolla, rruga për straf që nxitet nalt, aty është dheu shumë nalt. Edhe aty tonsi u nal, na nuk e kishme larg. Aty jo me push, po me revolë më ishe me vra. Edhe ata presin na presmi. Apo dalën dikun komsoria, as një shanxia, as kërkosh nuk dul ke pitonse. Se na i kishme pozitat mirë aty. Në qatë moment, jena konë dikun 7 ose 8, nuk jena konë ma shumë. Po ne tash jo lërg edhe kom thonë, tash veç na 3 kena me nejtë në gjithë në naltë. Se ne e preqme deri sa ishmi të sulmum të na ontë, ky krahu për Shqipitullës dhe fshatit si bëth, ka ra këgja shpejt. Dhe nuk kanë afru këgja shumë. Dhe me thonë gati dhe ste lagja e bereshve, fshatit Bivolak veç këshim rri. Për shkak të mungesës të prella u konë kjo, se aty asaj e tonë s'kish mujt me nejtë, edhe ajo tjetra që u konë ma mrapa, që e për krake këta. Edhe, kur janë shku edhe ata, këna prit, mos po del një komsor, nuk del ke kërkush, ata prit na prit, edhe disha që në kufë që na vinë tash pe i krahit tjetër, pe i lazit bereshve tash, për neve bëhet vonë. Edhe ku më thonë, hajdi, e kena lëshu fshatin nga hotel, njëna këthy në Bivolak, aty e kena pa një plak në barë, me tel i shkon rjetë, edhe i thona, hajde, se fillum i shkon një qen i lidhën, shkun për me zgjidhë, mos me lanë lidhën, që ashtu i shkon edhe një shtallë aty një ahër, ja i madhë, po lapa të s'kish pas, atë qaj qenë po, edhe po thetë, jo tha e kom plakën e paralizume. Kur i në mrena aty, i shkon e shtrime aty, mirë dita lokë, e tha mirë dita. I tha më në ati bashkëftarit, shko gjojnë një dru dikon, unë e qeben e more e lidha dhe kënela, ne, për që e tha, qka po bën? A e lokë, e thash, duhet me të marë. Tha, po unë e zve, po unë e s'fot ves, e kena marë, e kena qita dhe e kena qu derin straftë. Apo di. Edhe më kujtohet që ma kur jo kena afru më deri dikon, se e në konta shpika tonë, ato shtarën në vinë dytë, këne ka lazë e dorakve në straftë. E atëherë, kër i kanë po këmsërin, kanë fillu me gjume PKT të undit. Jo për shkak që na ishmi në rrezik për ty, nëse na veç unë gjetëm, bukur në altë ne. Qështu ka kalu dita e pare ofanzives, 22 shtatorit, do të me shkejt pak municion. Dhe në brame e kumë prit raportin se ka pas granatime shëmt, jam friksu që kena me pas viktima shëmt popullat, për fatë mirë. Për fatë mirë nuk kena pështu letë. Marveshje me Enverin, i kumë sugjeru që popullatën qështë mëngjes, u kanë mirë me nëzirë jashta zonës të luftës që neve që keshmi shpallë si zonë të lirë për qëto 10 fshatna. Nuk e kumë ditë që kanë me shku në Rëznik, unë e kumë menu që kanë me dalë malit, po vetëm jashtë dërvarit. Kush ju ka thonë me shku në Rëznik, unë nuk e di. E aty duhet me falendëru ta një Ogato, u kone huja ndërkombëtare. Ajo ka shku, kush e ka thirë, tek e ka shthirë, nuk e di. Po aty të nejtë civilt e kanë një vetën shumë sigur shumë mirë, pëse ne e kena vazhdu, pa në ditën e dytë të luftës, vit dytë të frontit, gjithësisht të lagja durakve të shkolla e Strofcit, aty, të thonë të nesër në 23-ën. Ditën me bo një farë manevrimi, ato tankset që ta shkun nërmje fshatit Bequk edhe Mihaliq, që mu më bënën për me i dalë si për para me disa bashkëluftar atje, që i kumë pas luftar shumë zëtë, edhe një pjesë tjetër e lashte dorakt. Edhe aty kanë fillu granatimet edhe këne, në 2 antë, apo më tënë, po këta që metën të dorakt, të lagja e dorakve të shkolla e Strofcit, nuk e kanë një vetën shumë të sigurt, edhe kanë bo një levizje tjetër, kanë arë drejtim të fshatit Bequk.